Në radhë të pare kemi parasysh sëmundjen e hipertensionit edhe pastaj edhe të diabetit. Shpesh janë edhe njëra edhe tjetra. Për fat të disa pacientëve, mirë, po jo gjithmonë janë dyja së bashku. Ka numër të madh të pacientëve që kanë këto dy probleme, edhe kjo rritet me moshën, sa më të moshuar që të jenë, aq më shumë kanë gjasa që të kenë këto dy sëmundje. Pastaj janë në mënyrë sëmundjet e kohës, kanë të bëjnë me mënyrën se si ushqehen, dihet që sasia e madhe e kriprave, e yndyrnave, sheqernave, e rrit gjasën pastaj që edhe të rritet shtypja edhe të rritet sheqeri, edhe mungesa aktivitetit. Këto dy gjëra së bashku bëjnë që pacientët edhe të zhvillojnë obesitet edhe që të zhvillojnë hipertension ose shtypje të lartë dhe diabet, sëmundjen e sheqerit si që një popull. Çka është sëmundja kronike për një qytetar që nuk e di se ç'do bëhet me ta? Atë sëmundja kronike, edhe termi tjetër i gjithë është sëmundja cila zgjat, edhe cilat nuk ngjitet tek tjetri, do transmetohet te tjetri. Ajo që duhet të sqarojmë qytetarëve është se kur i japim diagnoza qoftë hipertensioni, qoftë diabetit, nuk flasim për diçka kalimtare ose përvendosim që ta trajtojmë me barna, e cila është një farë mënyrë e trajtimit këtyre pacientëve, jo e vetmja, atëherë këto do të merren në fat gjatë. Ka ndodhur që thotë më ka harxuar kutia, edhe mendoj që ka përfunduar trajtimi. Jo trajtimi zgjat me vite të tëra, ndoshta zgjat për jetën, edhe për hipertension dhe për diabet. Mirë, po ajo që unë duhet të potencoj tani është që ajo që ju them pacientëve është që barnat janë vetëm një shkop ku mbahen ata. Mënyra për të trajtuar më së miri hipertensionin dhe diabetin është përmes ndryshimit të stilit të jetës, ndryshimit të dietës edhe marrjes me aktivitet fizik. Jap shumë këshilla për këto. Për fatin e kohëve të fundit është hapur edhe një këshill umore këtu në qendrën kryesore të mjekësisë familjare ku punojnë infermierë të trajnuar, të cilët japin këshillat e mjaftueshme se si do të ushqehen edhe se si do të bëjnë aktivitet fizik. Dyja së bashku pastaj ndikojnë që të ulet shtypja dhe të ulet sheqeri. Ne përpiqemi më shumë që ta gjejmë në stadët shumë më të hershme, sesa kur të zhvillohen shenjat e komplikimeve të këtyre sëmundjeve. Kështu që janë metodat e veçanta, ne mosim shtypjen e gjakut edhe kur ajo është, edhe kur pacientët janë për qëllime të tjera, edhe mosim edhe nivelin e sheqerit në gjak. Nëse këtu janë të larta, atëherë aty është koha më e mirë për të bërë intervenime. Mirë, por shenjat e këtyre dy sëmundjeve janë shenjat e komplikimeve që ndodhen në sistemin kardiovaskular, në zemër, në enë të gjakut, në shikim, në veshka. Prandaj është shumë rrezikshme që të mjekohen këto dy sëmundje që mos shfaqen komplikime, se kur vjen puna deri tek shfaqja e infarktit miokardit ose dëmtimet e veshkave ose dëmtimet e syrit, këto janë dëmtimet e këmbëve, amputimet e tyre, prerje që ndodhet të gishtave. Këto është shumë vonë, gjithmonë ka vend për intervenim, po është më mirë sa më herët që të mjekohet më mirë është për pacientin. Rritje apo ulje? Tash, shifrat e sakta, ndonjë studim nuk di është bërë mirë, po është sëmundje globale, edhe gjithmonë flitet për rritje të numrit të pacientëve me hipertension edhe me diabet, ose të dyja së bashku. Kjo është për shkak se njerëzit kohëve të fundit janë bërë më pak aktiv, edhe ushqehen me gjëra të cilat janë jo shumë të shëndetshme, nëse hynë në marketet tona. Shumë ushqime janë shumë të pasura me sheqerna, janë të pasura me yndyrna, kurse mënyra më e mirë për të ushqyer është që të punojmë në kopsht dhe të ushqehemi nga kopshti. Një dietë e bazuar në perime është dieta më e mirë e mundshme, kurse të tjerat në sasi të shumë të kufizuara. Nëse mund të heqim këto ushqime të mirë, po themi që të përdoren në masë të vogël, të pinë sasi të mjaftueshme të ujit, jo të lëngjeve me sheqer, të pinë edhe kafen edhe çajin pa sheqer, sepse dikur mësohet shija edhe shijojnë mjaftueshëm. Do të thonë nëse pacientët respektojnë të gjitha këto masa, që do të respektojnë edhe çdo person, që të jetojë sa më shëndetshëm, do të thonë kombinimi një dietë të shëndetshme me një aktivitet fizik të duhur, sfaku ecje në natyrë. Mirë, sa njerëzit bëjnë edhe palestër ose bëjnë pilates ose merren me vallëzim, çfarë do lloj aktiviteti ndikon që sheqeri të konsumohet direkt nga muskujt
edhe ullim nivelin e sheqerit në gjak, që njerëzit të jenë pak më të qetë edhe ullet shtypja e tyre, edhe konsumojnë sasi të mjaftueshme të ujit, të gjitha këto së bashku, mbet në një shtim të vogël të bardhave. Ne kemi bardha këto edhe për shtypje, kemi bardha edhe për sheqer, për diabet, edhe janë falas për qytetarët e Prishtinës, domethënë bardhat bazike i kemi dhe shumicën e problemeve të hipertensionit dhe diabetit i trajtojmë mjeku familjar, dhe bëjmë pastaj monitorimin e pacientit çdo muaj, sepse do të vijë të marrë bardha tjera, edhe kështu edhe bëhet një lidhje mjek-pacient, edhe sigurohemi që po i përdor bardhat, edhe sigurohemi që po respekton të paktën një minimum të këshillave për dietë dhe aktivitet fizik. Ajo që do të shtoja është se përveç që ne ofrojmë këshilla, ofrojmë terapi, e cila është falas, për qytetarët e Prishtinës, ne kemi teste laboratorike për të shërbëtuar diçka veçantë thjesht të masim shtypjen e gjakut. Mirë po, kur është fjala për sheqerin, ne masim edhe sheqerin esull, edhe ato që populli e din si tremujorshin, kështu që nëse pacienti futet në listë të trajtimit, ne pastaj përveç japim terapinë çdo mujore, japim edhe çdo 3 muaj e kërkojmë që të bëjë analizën e tremujorshit. Në bazë të saj e rrisim ose e zvogëlojmë dozën e terapisë të cilat ne i kemi këtu në dispozitiv.